Kur që l'djeli syrin herët për mbi sharë. Koncerti tradicional pranveror i gjithë qyteti feston i SHK Gjeladin Zeqiri dhe kori Grave Teuta bashkoi të gjithë Tetovën përmes këngëve dhe valleve. Në qendrën e kulturës në Tetov, publiku ishte dëshmitar i një mbrëmje artistike e mbushur me këngë dhe valle tradicionale shqiptare, që solli emocione dhe duartrokitje të shumta nga publiku tetovar. Ansambli i njohur për ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore shqiptare ndër vite, interpretoi një repertor të pasur folklorik me performanca të valltarëve, këngëtarëve dhe orkestrës së shoqërisë. Elez Mema dhe Albin Ajredini mahnitën publikun tetovar me koreodramën emocionale Kosova kur dasma u bë luftë e lufta liri. Përmes një skenari artistik të ndarë në 3 etapa, Kosova para luftës me dasma e gëzim, periudha e luftës me dhimbje sakrificë dhe pas lufta me liri e festë. Artistët sollën emocione të forta dhe përcollën një mesazh të fuqishëm për historinë, qëndresën dhe krenarinë kombëtare. Publiku i priti me duartrokitje të gjata interpretimet mbreslënse dhe emocionin që përcolli kjo koreodram në skenë.